ka shumë njerëz që bëjnë kurban në mal të tomorit. A lejohet kjo? Nëse e bën për fe, për adhurim, për marsi, për bekim, për të marrë bekimet e baba tomorit, apo malit tomorit, apo të varrit që është gjoja, se s'ka as i gjatje, kjo është shirk, e nxjerr njeriu nga feja. Nëse e bëjnë se kanë dalë ditën piknik atje në mal tomorit, që nuk është koha e peligrinazhit të tyre, nuk shkojnë aty ke Tyrbia apo Teqeja apo tek veni, po dalin në një vend tjetër ku ka burim uji, ajër freskët dhe e therin një dash me bismillah, Allahu Ekber, e fusin në hell, e kënaqen e hajnë me bismillah, s'ka asnjë problemi fetarisht. Ama nëse e bëjnë këtë punë në kohën e peligrinazhit, apo jo në kohë peligrinazhi, po shkojnë tek i njëjti vend, nuk lejohet. Pra edhe pse e bon me bismillah, po shkove tek i njëjti vend, nuk lejohet. Kështu që tani njerëzit e bëjnë këtë punë sepse janë të paditur, ignorant. Allahu thot në Kur'an, "Fasalli li rabbika wanhar." Falju Allahut dhe me emrin e tij bëje kurbanin. Në emër të Zotit bëhet kurbani dhe për hatrin e Zotit dhe me bismillah. Dhe nuk lejohet që kurbani theret për shenjtorët apo të ashtëquajturit shenjtor, apo të ashtëquajturit evlija, apo të ashtëquajturit inexistent, siç është rasti i malit tomorit që thuhet ka ardhur filani me kokën në sqetull, është vrarë në Karbela, edhe ka ardhur ka dhënë shpirt mal tomorit. Po pse do të jep aty majt malit ai? S'mund ta jepte shpirtin në berat poshtë për shemb. Pa u ngjit deri në mal i shkreti me kokën në sqetull, po u ngjit aty lart, të ju mor fryma, derisa ka dhënë shpirt aty lart. Po nga i gjenulla, nga i kanë qenë këto gjona më për pash Zotin më. E rëndësishme me Islam kjo gjë nuk lejohet, është shirk. E kush e bën këtë punë, del prej feje, nëse e di, se ka njerëz që janë të paditur, ignorant. Zoti u zoft. Kjo gjë e nxjerr njërin prej feje, sepse në Islam çdo gjë falet përveç shkujt paganizmit, idhujtarisë. Dhe kjo është idhujtarie e pastër. Sidomos kur gjejmë komentet që thonë këtu është vendi i perëndive. Si më që ka vendi i perëndive, po ti që fol çfarë je? Ti je pagan. Ti bjer ti je pagan. Vendi i zotave, vendi i Zeusit. S'ka, nuk ka. Zoti është i mëshirshëm shumë me këta njerëz. Zoti është i mëshirshëm. Ky në emër të fesë, po. Në emër të fesë thotë ky është vendi i perëndive. Ky është si quhet Ciceroni. Ciceroni fetari i ngjarjes thotë ky është vendi i perëndive. Çfarë të thuash më shumë? Çfarë të thuash më shumë? Zero hapësirë për koment, bllokimi i gjithë komenteve. Përderisa robi thotë ky është vendi i perëndive, vendi i shenjtë, peligrinazhi. Për këtë shqip çfarë do të thonë peligrinazh? Shqip, në gjuhën fetare çfarë do të thotë? Haxh. Ky është vendi i haxhit. Si po që ka vendi i haxhit? Po Zoti thotë haxhin bëhen në Qabe. Ti thua që ka tomori vendi i haxhit? Jo, nuk thash haxh, thash peligrinazh. Po peligrinazh Allah Islam çfarë do të thotë? Haxh. Vendi i haxhit? Po nuk që edhe kjo punë shirk dhe kufër, se ekziston asnjë vepër tjetër që të qitë prej feje. Po nuk që kjo gjë, shirk dhe kufër që të qitë prej feje, nuk ekziston asnjë gjë në botë që të qitë prej feje. Kufër i pastër, mosbesim i pastër, mohim i pastër. Se di, nuk e di.